Pak me 82 vota të mazhorancës ditën e djeshme në parlament, protestën e opozitës, por po ashtu edhe për reagimin e ndërkombëtarëve. Do të bisedojmë online me ish-ministrin e jashtëm, zotin Aldo Pumçi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Dhe në fakt opozita e priti me protesta këtë vendim të kuvendit ditën e djeshme. A është ky një standard i ri për përballjen e zyrtarëve të lartë me drejtësinë apo një bllokim ndoshta i drejtësisë përballë hetimit ndaj qeveritarëve? Ky moment tregon qartë rënimin që Edi Rama e ka bërë shtetit shqiptar dhe faktin që ai tashmë del zbuluar si personi që është kapur në korrupsion, në shkelje, sepse mbrojtja nuk është për Belinda Ballukun, ajo ishte ministre që ka firmosur. Por ne dim shumë mirë që mbrapa saj është Edi Rama dhe për shembull për tunelin e Llogaras ata ishin bashkë në Turqi ku është dhe takimi është bërë dhe takime me kompaninë që fitoi tenderin e tunelit Llogaras. Thjesht për të marrë një shembull. Kjo mbrojtje që Edi Rama i bëri zëvendës kryeministres Balluku është mbrojtje që i bën vetes, sepse çështjet kanë shkuar në paradhomën e tij, edhe sekretari i përgjithshëm prej 13 vitesh, Engjëll Agaçi, gjithashtu është në hetim, zëvendës kryeministrja, pra në një farë mënyre Edi Rama sot është njeriu që po mbron vetveten, po mundohet të ngrejë mure për të mbrojtur vetveten nga dëmi, shkatrimi që i ka bërë Shqipërisë, nuk ka dëm më të madh që t'i të bërë këtij vendi që nga rrëzimi i komunizmit, se sa qeverisja 13 vjeçare e Edi Ramës. Dhe kjo është një krizë shumë e thellë, nuk bëhet fjalë për një rast të izoluar. Tashmë lajmi ka marrë dhënë që ky është një narkoshtet. Deklaratat nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për gati një vit flasin vetëm për nevojën për luftën kundër trafikut drogës dhe pastrimit të kadrave të drogës, që dhunon zgjedhjet dhe i përfshirë në një korrupsion masiv. Dhe nëse ky rast u quhet test, nuk është se kemi bërë një rast, është test për të parë se si një regjim tashmë i rënd do sillej dhe reagimet e forta të partnerëve europian, të cilët deri pak muaj më parë kanë qenë me superlative që nuk ishin të vërteta, nuk reflektonin realitetin. Por ishin të tilla për shkak të situatës që u krijua nga lufta në Ukrainë. Lufta në Ukrainë i dha një shans të madh vendeve të rajonit ton, Ballkani Perëndimor, edhe Moldavi, Gjeorgji, për t'i hapur një kursi të shpejtë për afrimin dhe integrimin në Bashkimin Evropian. Pra nuk ishte merituar, por ishte si pasojë e kësaj